Si jeni herë? A jeni lodh? A jeni lodh me pensionet më të ulta në Evropë? 97.000 lek pensioni minimal, 180.000 lek pensioni mesatar. A jeni lodh me paga që krahasuar me çmimet janë më të ultat në Evropë? A jeni lodh me vdekjet në punë që bëjnë shumë herë më pak bujë se shpulla në Big Brother? A jeni lodh me 1.000 mjek që kanë ikur nga Shqipëria vitet e fundit dhe me spitale që nuk ju ofrojnë kurim pa ju zhveshur nga kokat e këmbët? A jeni lodh me mësues të keq paguar dhe me nxënës që pasi mbarojnë mësimin në orën 11:30 e 12:20 ikin nga syt këmbët nga shkolla? A jeni lodh me çmimet e apartamenteve që rriten 2-3 herë më shumë se paga mesatare? A jeni lodh që jetoni në një vend naftmbajtës, vendi që ka burimet më të mëdha të naftës të Evropën kontinentale, e prapë se prapë e paguajmë naftën më shtrenjtë se kudo tjetër nëpër Evropë? A jeni lodh me oligarkë që marrin shumë e shumë e paguajnë jashtëzakonisht pak taksa? Madje çdo parti sot që konkuron në Shqipëri propozon një model taksimi ku oligarkët do të paguajnë edhe më pak taksa se sa sot. Vetëm Lëvizja Bashke thot haptazi vërtetën e madhe të drejtësisë shoqërore, se oligarku duhet paguaj shumë më tepër taksa, madje pasuria e tij do duhet shpëtohet. A jeni lodh me 50.000 qytetarë shqiptar që çdo vit zgjedhin të ikin nga Shqipëria dhe me 2 milion tjerë që janë me valixhet gati dhe vetëm një fije e hollë shprese i ndan akoma nga emigrimi? A jeni lodh, sidomos ju qytetarët e Durrësit, a jeni lodh me kriminal, me analfabet, me njerëz të hurit e citarit, me trafikant droge, me trafikant grash, me vrasës që kanë pushtetin politik, që kanë saptuar portin e plazhet, që kanë e mbrojnë kryetarën e bashkisë dhe deputetët, me llumin e llumit të llumit që ka kapur qytetin Mira vjeçar, një nga kryeqendrat, jo vetëm të Shqipërisë, jo vetëm të Ballkanit, por të mbar Evropës. A jeni lodh me parti politike që prej 34 vjetësh, Morbodoan zemër prej 34 vjetësh, vetëm na vjedhin, vetëm na fyjen, vetëm na mashtrojnë, vetëm na poshtërojnë. Dhe prapë se prapë kanë pafytyrësinë për ta kërkuar votin. Në vitin 2021, kur Lëvizja Bashkë mbështeste kandidaturën e pavarur në zgjedhjet parlamentare të Minatorit e Elton Debreshi, mua më ka shkuar mendja dhe një figurë, e kam thënë për herë të parë një nga fshatrat e Bulqizës. Dhe kam krahasuar hajdutin politik me kollare me hajdutin e thjeshtë që të vjen në shtëpi, të vjedh televizorin a lavatricen edhe ikën me vrap. Dhe kam thënë që hajduti i thjeshtë të vjedh herën e parë dhe pastaj zguxon më, jo të vinë në shtëpinë tënde, pas dal nga lagja jote, se ka frikë, se po e zure, do i tregosh vendin. Këta hajdutët me kollare kanë 34 vjetë që nuk na vjedhin vetëm lavatrice dhe televizori, por na vjedhin buxhetin e shtetit, na vjedhin pagat, na vjedhin pensionet, na vjedhin shkollat, na vjedhin spitalet, na vjedhin gjithçka. E çdo 2 vjet na vinë në shtëpi, na dalin televizor, ndonjë ditë do dalin dhe nga frigoriferi dhe do na thonë jemi burra të mirë e gra të mira, e na jepni prap votën. Ne prap ju vjedhim, ju prap na jepni votën, ne prap ju vjedhim, ju prap na jepni votën. Janë bërja 20 zgjedhje deri tani në Shqipëri, ku hajdutët me kollare, ku Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, llumit të Shqipërisë dhe të Evropës, kthehen dhe kërkojnë me pafytyrësi format e qytetarëve shqiptar.
E prap se prap e reja po lind. E reja po lind në sytë kureshtar të ajrës 2 vjeçare që është sot këtu dhe kërkon më mirë për veten e saj. E reja po lind në zemrën e pandalshme të një ish minatori pensionisti si Qani Shino, që nuk ka lënë rrugë të Tiranës e të Shqipërisë pa bërë në këmbë me autobus, nuk ka lënë dyqan pa u futur e derë pa trokitur për të kërkuar mbështetje për lëvizjen bashkë dhe nëpërmjet lëvizjes bashkë për minatorët, për njerëzit të punë. E reja po lind në kondullje një qytetari jashtëzakonshëm Durrësit, të pedagogut dhe urbanistit Artan Kacani, që çdo ditë jetës tij punon shumë, bën jashtëzakonisht fort aktivizëm dhe do t'u tregoj bashkëqytetarëve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërinë se e reja është e mundshme. Bravo! E reja po lind në sigurisht qindra aktivistë të lëvizjes bashkë, unë dua të veçoj vetëm njërën prej tyre se s'kam kohë. Ti përmend të gjithë, një vajzë ndrojtur të re, po që ne i kemi ngarkuar një peshk jashtëzakonshme në fushatën tonë. E kam fjalën për Gjuliana Ukut. Është e para që ngrihet ka gjyqi, është e fundi që kërë në shtëpi, kur nuk e po që fjalë keqe e gjithandej rrezaton me punën e saj, mirësinë e lëvizjes bashkë. E reja po lind mes mirë antarëve të lëvizjes bashkë, mes 10 mira mbështetëve të lëvizjes bashkë, mes qindra mira qytetarëve shqiptarë që i kanë sytë e zemrës e sytë e mendjes nga ne. E reja po lind si ky trëndafili i thjesht që ma bëroi një guri motuar. Ma bëroi një guri motuar për para se tyra këtu. Ky trëndafil i brish dhe i bukur, që do të transformoj Shqipërinë, do ta bëj Shqipërinë për herë të parë në historinë tonë një vend begat, një vend të drejtë, një vend demokratik, një vend që respekton njeriun e punës dhe sipërmarrjes ndershme. E reja po lind edhe në Durrës këtu mes nesh dhe do shtrihet si rreze drite shprese kur bën për Shqipërinë.